me mjekun sportiv të vllaznisë dhe t'i çova një jetë të tërë me sportin, fillimisht si basketbollist dhe shumë vite si mjek i vllaznisë dhe kryesisht pranë futbollit. Sot një ndeshje me vërtet interesante e veteranëve të vllaznisë me ato të Spanjës. Është një gjë e bukur, shumë e bukur. Bile, ndash me ditë ne vim direkt nga grumullimi me ekipin e vllaznisë që jena në Durrës, me gjithë Sinonin, me respektu këtë aktivitet edhe këto futbollistët që kanë ardhur për me kontribucat në një ndeshje miqësore. Me çfarë kënaqësia është e gjithëve, por siç e ndëgjova edhe një ashtu, po edhe unë e them që të paktën 3 herë në muaj më mbledh grupe me bas stërvitje. Sepse këtu vinë me gjithë farë peshash, me gjithë farë ndryshime nga lënia e futbollit me vitet mi shpinë, që janë për të respektuar. Se këtu kena Juzmianin, kena Rudi Vatin, kena Bardhjerin, kena Vlorë Sinanin, kena figura që kanë lënë shenjë në futbollin shqiptar, ja mos shkodranë. Por kja nuk duhet më nalë, duhet më shpeshtu, kam përshtypjen se do të ishte shumë e bukur. Respekt për këta shokë që kanë kontribu dhe vazhdojnë në ardhë edhe sot në këtë takim shumë interesant. Doktor Fat vini nga grumullimi i vllaznisë, jeni në Durrës në pragneshën gjysmëfinale me Dinamon për jeni 2 hapa larg titullit kampion që e pret Shkodra me pa durim. Si është atmosfera në sport? Atmosfera është shumë pozitive. Stërvitjen që bëm sot kemi edhe nesër për të bërë një stërvitje tjetër me shumë seriositet, me vlerësim, sepse të skuadrat që kena përballë janë skuadra shumë të mira. Do të përballem me Dinamon që mori edhe kupin e Republikës. Mandej të qofëm edhe për finale. Ne shpresojmë dhe të kalojmë e të marrim trofejnë. Suksese profesor. Faleminderit.